Sot, Zoti Guri dhe unë, kemi të ftuar nëpërmjet internetit një studiues mik i emisionit tonë, studiues i apasionuar, Zoti Myrteza Minxha, është autor librash, autor pjesëmarrës në për simpoziume në Itali, sepse është rezident në Itali, ka bërë shumë emisione, shumë video, ka studiuar shumë vepra. Po plotson dhe Zoti Guri pak për Zotin Minxha. Është nga Progonati. Po, nga Progonati. Po, nga Progonati, zemra e Labëris. Zoti Minxha, nuk e dje që e nga Progonati, olla, nga zemra e Labëris. Unë nuk ju dëgjoj shumë mirë, është zëri shumë largë. Ne të dëgjojmë mirë. Ne të dëgjojmë shumë mirë, edhe teleshikuesit do të dëgjojnë shumë mirë. Na dëgjojnë çik me kujdes. Po themi që zërin e kam ngritur timin në maksimum dhe ju dëgjoj shumë pak. Unë shoh vetëm kokën time shoh atje. Mirë, s'ka gjë se ne të shikojmë e do e shohësh në televizor. Dhe Zoti Guri dhe edhe mua. Isha duke thënë profesor Myrtezaj që jo vetëm është një studius i madh, i përkushtuar ndaj vlerave të shqiptarisë, por ka një punë të vetën autodidakte ku i sjell shqiptarëve gjetje të thena, të dhena nga librat që ai ka pranë atje në për muzeet diku apo në biblioteka diku në Vatikan, diku në Rom, diku në qytetin që banon dhe furnizon këtë vlerë shqiptarie me të dhenat edhe sa të vjetra, aq edhe të kohës mesjetës, po edhe të kohëve moderne, mendimet e shumë studiusve italian. Ka grumbulluar me qindra libra, ka grumbulluar në bibliotekën e vet. Disa i ka përkthyer, disa i ka botuar, dhe ne sot presim çfarë të re na ka sjell Zoti Myrteza Minxha në këtë emision. Urdhoni Zoti Myrteza. Fjala për juve. Zoti Myrteza, fjala për ju. Po, ta fillojmë bisedën me një ngjarje që ka filluar dje më 5 masdite deri më 12:30 të drekës. Po. Ja që më ndodhi. Giovanni Feo është etruskologu më i madh i Italisë. Unë kam 2 libra të atija, një të blerë, para shumë vjetësh, një libër më erdhi dje, mas 4 vjetë kërkese që bëra, më mbriti dje në 5 masdite. Dhe fillova ta shfletoja që dje librin e këtij se çfarë thot. Ky ngul këmbë dhe thot kështu. Bota, në qoftë se do themi pelazge, do nënkuptuar etruske. Në qoftë se themi bota është etruske, do nënkuptuar që është dhe pelazge. Bukur. Po. Kurse ai që ka bë parathënien e librit, ja librin ta nxjerrim një çik, ai sa do duket. Ja. Po. Il mondo degli Etruschi, po. Libri i fundit. Po. Dhe dua ta nderoj. Il mondo sacro degli Etruschi. Po, e pam, profesor. Se do na bëj libër tjetër. Po. Dhe autori që ka bërë hyrin e këtij, shiko si thot. Shiko si të bën të qasë. Perché Giovanni non era un topo nella biblioteca, era un cane di tartufi e i suoi tartufi sono gli Etruschi. Ja ta përkthejmë. Giovanni Feo nuk ishte një mi që ha libra në për biblioteka, pa ai që një qen, kujdesni, ai që një qen i tartufit, e dini ju Shqipëri që është tartufi? Po të gjetën tartufin si i patate poshtë tokës, do të bleshqenin 10.000 euro. Dhe 1 kile tartuf që hidhet në makarona, kushton 10.000 euro kilogrami. Po, dim. Pa ky bën një krahasim. Ai nuk që qen për tartuf, po tartufi atje ishte bota etruske, që ai kërkonte dhe zbulonte poshtë tokës. Pra një kërkues vlerash të mëdha. Poshtë tokës. Po. Pra, dhe sot të mëngjes, unë me gruan, jemi quar që më 8, sepse a i thot, për një vezë gjigante, që ndodhe në Empoli, dhe unë s'dia gjë, që unë i shbiroj këto gjëra.
Dhe nise me vrap shkoj në lagjen Limi të ku thoshte, libri. Dhe fola me njerëz atje, ishin shumë të rëndomt. Nuk dua të shaj njerëz, po do themi të vërtetën, Kristal. Ishin të rëndomt njerëz. Ajo, baristja më tha, çfarë hallike, kështu. Dhe gjotha, shko se komuna është hapët. Është pallat me 9 kate, vetë ma ishtu 9 kate, katë par janë komunës. Shko atje, ata i din ku janë këto. Edhe vajta. Ajo zonja parë tha, ke takim, jo s'kam, ik, më nëzori për jashta. Unë hyra nga dera tjetër, unë gjita ka të dytë, dhe kërkova kryetarin e komunës. Ma prun, bra dhe fotografi me atë. Qa halli kemë, tha. I them kështu. Ja libri Giovanni Feos, e moj libri na e vuri para vetës dhe bëm fotografi. Ja Giovanni Feos thot që këtu i thash është një vezë e madhe, disa kujtalëshe. Dhe unë historiani thash e unë dua të zbuloj të vërtetet të ruske. Edhe nga dha skicën, nga dha me shënime, nga dha, dhe ne paka shumë e kuptuam. Dhe unë nisëm, rruga ishte keqe, me vitet të tëra të pasfaltuara. E vajtëm 900 sa metra majtë malit. Atje mbetëm, s'dinim ku shkonim. Për fat kalon një grua me 2 fëmijë. I them zonjë nderua kështu. O, e ke kaluar, tha. Ktheu mrapsh, tha, dhe në krahun e djathtë ke tabelën. U kthye mrapsh. Që një fush parkim atje. Ndaluava makinën me gruan. Për një moment më dova se ka zot. Unë atë kohë që parkegjoja makinën, bam, na del një grua fantazëm aty. O zonjë, po ju këtu, i thash, nga dollët? Po ja, unë tha, po bëj gjira, bëj gjimnastik. Ju, po qa keni ardhur këtu? I thash, ne kemi ardhur, po të zbulua vene e Kolombit, vezën e Kolombit, rri në kam, qeshja jo. Hajde se ju që ju, tha, unë kam shku 10 herë. Po rrugë ishe rrugë dhjare, më vjen për të qarë. Ishe rrugëdhish, si në malet e Përgonatit. E do i hapje degët me dorë që të kaloje, nuk ishte rrugë. Do i shtyje degët me dorë, dhe rëshita 2 herë, dhe unë 90 kishke hajde të më ngrin të gruja. Rëshita, se ishe pyll, lagështi e madhe, s'ka diell aty, edhe ishe lagështi. 2 herë jam rëzuar. Më në fund e gjetëm vezën. E gjetëm se ajo tinte na qoj në rrugë. E pash vezën. Si që ishte edhe në fotografi në librin e Giovanni Feos. Bën fotografi rreth vezës, e puthën vezën disa tonëshe. Bën fotografi dhe rrugën e keqe që ta shofi njerëzit, sa ka vujt minqa sot i smur, vetëm për historin. Po. Mi zbritja, po hajde të haja maloren unë tani, të ngjitesh asipër. Po. Dhe ashtu me këmë me duar, mahu mas i dege, mahu më të rishin të gratë zvarë, e vajta sipër. Erdha në shpim 12 e gjysë të drekës. Këtë ja dedikova Giovanni Feos, se ka vdekur, ka shujtu shumë libra për shqiptarët, për Shqiprin, edhe vajta pa asha të vezën. Edhe do e heth, nese që ta shifni dhe ju, vezën. Qa do të thotë kjo vezë? Ishe guri madhe. Qfar do të thotë kjo vezë? Formën e vezës, totalisht formë veze. Po në një faqe që kishe një kënd 90 gradë, si i skalitur, si i futur në brëndësi të vezës. Ishe një kënd 90 gradë. Se që të regon të këndi, nuk e di. Pra, kë ishe ngjarja e djeshme, që libri më ra në dorë mas 4 vjetësh, nuk kanë si se sa lek bënte, librat ku do në botë kushtojnë. Në brak të detyrim që kisha për Giovanni Feon, edhe për botën e truske, për të pasuru dhe botën shqiptare. Tani, tema ime që i thash Sazanit, ajo e vërteta që doja të thoja, dua të ironizoj komunizmi nga 21 deri më sot. Edi Ramën si do bos, dua të ironizoj. Shqipëria nuk ka hekurudha. Dhe unë thash, 200 e hekurudhave do i hethun sot, ke lajmi që do japë. Dhe bëjën Shqipërinë me hekurudha. Shiko tani, teorema ime. Popujt nga Sumerët, ke Hititët, nga Hititët, e ke mbretërit të tjera frigjase, që frigjasit dursak vajtën e pushtuan, ran Hititën vajtën dursakët frigjasit e morën pushtetit. Kishin qënë, ishin këthy e prapë, popujt të një gjenie,
popull vlezër, venin e vinin pa kufi. Edhe, që nga Sumerët, Hititët, Frigjasit, Aleksandri, Piru e Pirit, Teuta, Genti, e Deke Skënderbeu, të gjithë ne kemi Shqiponjën me dy kokë. Po. Këta popuj që kanë Shqiponjën me dy kokë, pse mos jenë të njëjtit? Edhe në gjuhë folës duhet jenë të njëjtit ta popull. Por dikush me shpoti për të më vënë në pozitë ngusht, mua Myrtezajn, që e shumë më i rrisë unë, tha, po kanë dhe slava Shqiponjë me dy kokë. Qështë Shqiponjë me dy kokë e slavëve do u jap një përgjigje të nivelit të lartë. Kur popujt vinin, bulgarët, slavët vinin në Ballkan, aty ishin zotër, ishin bizantinët, ishin mbretëria e madhe e themeluar nga Konstantini i Madh, nga Najso, nga Nishi. Dhe bulgarët dhe slavët grindeshin, vriteshin. Bulgarët kishin më e përsi. Atë që ndodhi? Ndodhi traktati i Varshavës. Mos u habisni, se do a shpjegoj bukur. Filloi traktati i Varshavës. Çdo të thotë, këta popull që ishin të dobët, i kërkonin ndihmë Bizantit. Bizanti i jipte flamurin e tia, me Shqiponjë me dy kokë, vure si për kalas. Dhe ajo ushtri që do të kalonte aty pranë për t'i sulmuar slavët, kur shifte flamurin me Shqiponjë me dy kokë, ikënin. Ja pas i lindi traktati i Varshavës. Mbrojtja. Edhe ne s'kemi armë, po kemi Amerikën. Ne na pushton kushdo sot. Edhe Afrika të vi. Po kemi Amerikën, je në NATO. Shiko si e dhe shembullin shkëndin e Varshavës unë. Popujt që jetoni rreth Bizantit manin flamurin e tia. Asnjë popull tjetër s'mund t'i sulmonte këta popuj që ishin me flamurin e Bizantit. Ata siguruan garancinë e jetës, nuk i prekte njeri. Kështu, përveç popujve që janë Shqiponja, që kemi simbolin tonë, gjithë ta popuj, thamë, ata që kanë simbolin e Shqiponjës, ata flasin dhe Shqip. Por, kemi dhe një simbol, që nuk e vëmë re, nuk ngullin kam, se thash, unë do bëj shinat e hekurudhës që s'ka bëj Edi Rama. Fola për Shqiponjën, njëra shinë, shina tjetër kush është, që të gjithë mbretit, të orgjinës shqiptare, të gjithë janë me kapelen e dhis në kokë. Që nga Aleksandri, që nga Pirua, që nga Genti, që nga Teuta, që nga Skënderbeu, e deri më sot. Popujt që kanë pasur Shqiponjën dy krenare, popujt që kanë pëmbretër, ata që kanë dhi në kokë, janë popujt të njëjtë, ata janë popull vlezër, ata kanë folë Shqip. Këtu e 4.000 vjetë më parë. Mos u trëmni. Jo është 1555, jo s'është e vërtet. Jo po, ne i tanë cekën në një mbledhje që na bëjnë në Firenze, ku që konsul, ambasador në Rom, tha, Shqipja ka filluar të flitet në 1700-ën, të kisha armë të avrisës, kisha të ngopë. Unë nuk jam Zvistëra, që zbuloj në linë të Pogadesit 6.000 vjeçar kulturë. Nuk jam as 33 profesor të Amerikës, që e firmosën. Po edhe unë shkoj 4-5.000 vjetë më parë që Shqipja është folur. Se do të majnë filmin e Aleksandrit, ushtria ku pregatitet të shkojnë në marshim drejt ushtrisë së sistemuar të darit, flet Shqip 5 herë. Ecim para, ecim para, ecim para. Pa Shqipja më e pasë e bukur si sot. Edhe në shkollë, në zborë, kështu na thoshin ecim para. Po kjo është folë në ushtrinë e Aleksandrit në 300 para Krishtit, kur u nis drejt Indis. Ja pa ku që ka Shqipja. Por, të bësh një film me Gjolin, me nënën e Aleksandrit, me atë bishtë e egrë, me atë nënë, si nëna Hanko e Alipasht e Pelenës, nuk janë shekara. 1 minutë kushton 1 milion euro. Por, filmi na jep me pamje qiellore në krahun e majt, ushtria gjysmake e Aleksandrit dhe në katë të djathtë ushtria 100 mishe, 200 mishe e darit. Po mbi ushtrinë shqiptare fluturoi Shqiponja. Ç'donte Shqiponja?
Pse regjizorët Amerikan vun Shqiponjën si për ushtriston që e bekoj Shqiponja, atë ushtri të vogël, që të fiton të betejë të madhe. Dhe mas i mbaron beteja, dhe komandanti do të shofi sa kanë vdekur, sa janë plagosur, sa armë la dari, sa ushime la, sa qatra la, sa fasmëmijë me oris, pa ajo thonë, 10 vjet, Aleksandri as punoj, as prodhoj më shpata i shigjeta, jamoj darit, kur u shpatallua nikën. Por, këtu kemi një sken tjetër shqiptare në këtë film. Kur Aleksandri i afrohet një ushtari dhe i thot, si të quajnë? Glauk im zot, thot ushtari. Ushtari të kishin këput 2 kamët, karroca, diga. Dove è la tua casa? E pyet Aleksandri ushtarin. Ju lutem të më kuptoni edhe mirë edhe se gaboj, kam emocion. Unë vuaj me tumor, me mjelom, kam 17 vjetë edhe s'po vdes. Por unë nuk vdikja kur Aleksandri pyti ushtarin. Nga je, dove è la tua casa, ku është shtëpia jote? Dhe unë prita si në komunizmin e ndyrë të Sovjetrit, edhe të këti më kryemaskaj të Sariut, prita që ai të thoshte Maqedoni apo Greqi. Dhe se më sas më doli nga Kaharori. Mua të sëmurit, 17 vjetë me tumorë në trup. Sas më doli, a i tha, i në Iliria. Shtëpia ime ishtë në Iliri. Pa vetëm në të film, ke 3 segmentet të bukur shqiptare, që bota e shqiptare. E le, kur kuj vajte në Indi, paria Indis i thanë, djalosh, i bukur si ty, kini zbutu kalin, kini shpatën, ne me që do luftoj me ju? Me elefante, me bambu? Para jush, me këtë bukuri fizike, me këtë armati modern, kanë ardhur dhe të tjerë nga ato toka. Dhe unë dua të kritikoj në këtë mes, si ku kam asot me shpatë të madhe të Demokleut, dua të kritikoj gjithë historianët, që nga miku im, Dalipi, që nga një djalë që është në Belgjik, të gjithë thonë indo-evropian gjuha. Jo, mos u tallni me këta njerëz. Që pinë rakije, kafe, e s'blenë 60 euro libri si që blenë mingja. Jo. Pra, jemi ne, Aleksandri, para Aleksandrit, pra në indianët kanë ardhur, një racë e bukur se ju. Ne kemi shkuar drejt Indis. Nuk mund të vijë elefanti. E me kallam babuje të bënte ndeshje me shpatën e hekurit tim. Nuk mund të vijë elefanti. Nga 10.000 kilometra. Pa ja, këta gjuhëtarë që thonë indo-evropian kanë interesa të rogës, të pagës, të punës, ku do që janë, ku që i paguan në rogos, e dirama tjetëri. Të themi të vërtetën, të bëhemi burra. Jo, a është bot Euro-Indio, të gjithë popujt, edhe Akejt, edhe të gjithë këta, eolët, edhe të gjithë që vëshuan, pushtuan Afrikën e Veriut, Azin, dhe në Indi, të gjithë janë nisur nga Ballkani, apo i quajtur më vonë nga Dishulli i Liri, apo Pellashgjik. Pa është lëvizja jonë, është ekspansion. Unë pa është një film nga Zelanda e Re. Edhe ata, vajtjo atë 12 i natës, kishim punuar në minjerë, edhe u tha pronaj, dili jashtë ikni tani. O, do pimë, thanë këta djemët. Ata morën arka, me birë, edhe vajtën ke shtëpia e brigadierit. Po pinin aty, me qenë se i përzuj zoti klubit. Një nga këta pjanesët e pre gruan e brigadierit, me ndërke bëllësët. Djali e shef, baba i thot, ky e pre ku maman. Jo, se bëna i thot se shokuim. Por ai e ndëgjoj djali, e pa ky e bëj këtë vestë të dytë. Dhe ky e rafi. Dhe ky djali shkon, dënohet tani se që ky që bëj se pepi, dënohet në burg. E themi gjithë të histori, për sekretin ku duam të dalim. Dhe aty, si ne Brezion, kemi arritur të shifshin filmat hungares me mandrinin, që ai s'përdor të shpat, nuk e vriste njeriu, e qiste jashtë loje, me shkop, me dajak, me ullai, me petës. Edhe komandanti i burgut i thot të djalit, ti s'din ta përdorsh mirë dajakun. Po më thoni o vlezër, kush e qojnë Zeland të jo në Austri, po më poshtë Australis, kush e qojnë në Zeland të regë, këtë fjallin shqip. Jo, ti s'di ta përdorsh mirë dajakun.
Ky ishte djali dënuar me 6 muaj burg. Edhe bënin si mandrini, bëshin mësime me shkop, luftarak. Dhe ai tha në Shqipë të kulluar, ti s'di ta përdorësh mirë dajakun. E sa mund të flasun sonde, të bijem zëdhije, të bijem historira të bukura. Pa, a ka njërës të ndershëm në atë vënd? Unë nuk thaj sa vuaj të sot i smur, pa të vezën e madhe vajta sakrifikova. Me edhe lipje vajta prodha gjithë ditën sot, të realizoja. Pa duhet të realizojmë detyrimet që kemi, ka shi shoqërisë, ka shi gjuhës të marrë në përkëm. Zoti Minxa, ne do të shikojmë... Urdhoj dashur. Do të shikojmë në rrjetin tuaj social në Facebook fotografinë e vezës që do na nxirrni. Do atu pyesja që... Ma jep dhe 1 minutë të lutem. Patjetër, po. Ne nuk ju ndërim se edhe lidhja është e keqe. Unë nuk ju dëgjoj. Të lutem, më jep 1 minutë. Kam në dorë, shikoni tani, kam në dorë një libër të një Jugoslavi, Boris Gambaç. Peshon 2 kg gjysmë. Është 600 sa faqe, letter of sale. E klasit të para, peshon 2 kg gjysmë, të këput dorën. Ky, shiko që thot. Shiko që thot ky zotëria. Jugoslavi, armiku jonë i quajtur armik. Shiko si thot. Gjuha Shqipe thot, është e vjetër, pa aq kohë që ku ka folë kjo racë. Ajo racë se vazhdon, se shkenca ka vërtetuar në Pogradec këtë racë të tjerë, edhe i thot, kjo racë që sot ne quajmë shqiptarë, këta kanë folë po këtë gjuhë, edhe në mira vjetë, në traditat e tyre, sepse s'kanë mbrojt vetëm gjuhën, ata kanë mbrojt çdo gjë, doke, zakone, gjubletën, fustanellën. Shiko si thot këj. Jugoslavi kështu. Thot, si mas traditave, thot, të kohëve të para, thot, të paktën, thot, që nga Aleksandri dhe nga Piro, është Shqiponja me 2 kokë. Të paktën ta 2 mbretër, thot këj. Nga 2300 para Krishtit, deri më sot, këta 2 mbretër, thot, kam pas Shqiponja, thot, me 2 kokë. Dhe të paktën në këto 2300 vjetë, e deri më sot, thot Jugoslavi, pa tjetër që është folë Shqipja, pa tjetër është kjo gjuhë, pa tjetër është kjo racë. Pa ja Jugoslavi, në 60 € libër, ku pensioni është i vogël, e vetëm pasjet të shtyjnë për para, pa Jugoslavi në mbron. Edhe thot, është, e ka thënë Ptolemeo, e ka thënë ai tjetëri, Plutarku, pa, këta i ka ma nga Plutarku dhe nga Ptolemeo këto të dhëna. Që në kohë të Pirës, kohë të Aleksandrit, ka qenë Shqiponja me 2 kokë. Ja pa, forsojmë pozitën të paktën, në 2300 vjetë, gjuha jonë. Kjo racë, me këtë gjuhë, të paktën unë arrita mbroj 4500 vjetë, që nga Sumerët, ke Hititët e deri më sot. Unë amatori, me 700 libra, me 24.000 faqe të lezuara, o 2500 gjëra në kokë i kam. Pa unë edhe sot, të mbroj teoremën, popujt me Shqiponjën, dhe ndam Shqiponjën me lajnë e me lule të Jugoslavëve. Ata e zbukuruan e bën ashtu sepse s'ke Shqiponjë e tyre. Shqiponjë e tyre, Shqiponja me 2 kokë e jona. Po dha Bizanti, tham, dhe ata e zbukuronin si të donin. Pa, aty nisi traktati Varshavës. Lindje Perëndimi mbroheshin me grupime. Pa, 200 e trenit të mijat, që Edi Rama si ka bërë, unë tentova, në prezencën tuaj, tentova të mbroj, të ndërtoj shinat, që popuj të me Shqiponjën, 2 krenare, janë popuj shqiptarë. Nga 5.000, nga 6.000 vjetë më pa, nga Sumerët deri më sot. Popujt që mbretërit atyre kanë respektuar kapelen e Dhis, janë po shqiptarë, se njëri mas tjetri mbretërit kanë vënë kapelen e secili, për të treguar dinastit e mëdha shqiptare.
Këto ishin dyshinat e terrenit që unë doja të hidhja. Pra, Shqiponja është simboli ynë. Kapelja me dhinë e gjithë mbretërve tanë janë tonat, as i popullit tjetër të Evropës. Se austriakët e kanë me i kokë, e gjermanët me i kokë, po njerëzit edhe duhet të dinë këtë gjë. Po unë s'duhet të flasë shumë sonde sepse u aqërentoj kokën. Një pyetje kështu dhe Shqiponja me një kokë, austriakëve, e gjermanëve. Se nuk gjon. Kam bet me një kokë, po nuk dim s'kemi dokumenta se mos ka qenë dhe me dy. Po le ta lam hipotizimin, as për mua, as për ty. Pa, do pranojmë këtë gjë, që si gjermanët, si zvicerianët, si austriakët janë i lirë. Në veshje, akoma dhe ata në kostumet kombëtare veshin lëkurën e qingjit për xhaketë. Gjuha ndryshoi, duke qenë në qendrët e Evropës, nga dyndje të ndryshme popullsh, gjuhës si rezistuan tot, ndryshoi. Po gjermanët, austriakët dhe zvicerianët, në doke, në zakonin të gjitha, ata janë i lirë. Pa edhe zëma e Evropës rezistoi me gjysmat e gjera. Zoti Minxha,